Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani, Edi Oga dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Përshëndetje, si jeni? Bolë se duke l'ofendim, por ne që qohemi që në 5 mëngjes. Po edhe unë në 5 mëngjesit çohem, po duket sikur jemi shumë egoist pastaj. Duket ofendim dhe për inteligjencën tonë që kemi 6 muaj që i themi boll me këtë mirëmëngjes dhe ajo vazhdon me vetën. Tani çfarë bëjmë? Dy gjëra ka kjo. Sa shpejt prekeni dhe ju. Këtë ka kjo dhe gzim nikën. Si e ka ai që do shpesh këtu? Jo, edhe ne don makashin her pas here e themi domethënë atje dhe porositë e seksit në fund të programit. Duhet bëjmë patjetër seksin. Nuk i kam bërë asnjë. Po. Nuk është seks, është dashuri. Zoti Demi, ju lutem. Çfarë ndryshimi ka seksi nga dashuria? Është pyetje. E ka thënë Moza Ahmeti këtë dikur. Domethënë njëra hyn ke tjetra, tjetra nuk hyn ke njëra. E tha shumë bukur dhe e ke variantin e vet. Po ç'kemi ne seksi pa dashuri është si Varja. Ku ke qenë more indonezian? Isha sepse nga që presidenti Donald Trump do takojë atë të Kinës, do mundesh të bëja turin e Azis. Do të bëja urën lidhse, se nuk nisen ato pa protokoll. Kështu që e duhet ta organizoja nga Jakarta ku isha. Është e vërtetë që përpara se të nisej avioni nga Indonezia në drejtim të Stambollit, piloti tha elhamdulillah. Nuk ishte ky lloj piloti. Aha, nuk ishte pilot tjetër. Ishte optimist, bismillah. Kuptova, mos e qartë. Kemi nisur dhe për sot Kape Renën në këtë të mërkurë të mrekullueshme ku moti është mot. Moti është i paqëndrueshëm, por është i rreshëm, le të themi, sepse nuk funksionon. Parashikimi. Nuk funksionoi parashikimi. Shumë lagështie paska. Do bie shitë. Po duhet bjerë sipas dajtit që është nxirr. Vinë edhe pusetat. Po ne kemi bërë gati për sportet dimrore. Edhe lana. Ne duhet mësojmë që të ecim në shi. Vaj se plakur. Kuptoj. Kape Renën është një program i cili prodhohet nga Club FM bashkëpunim me Faktoje dhe ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Është kënaqësi e veçantë, falenderojmë. Falenderojmë. Dhe këtu ne kalojmë shumë bukur, ndërkohë që po dëgjojmë Club FM. Që në mëngjes. Që në mëngjes. Dëgjojmë në këtë moment në Club FM Shqipëri, po ashtu në Club FM Kosovë, por ju mund të na aksesoni dhe të dëgjoni nga cili do lloj cepi i botës, nëse kjo botë të kishte cepa, nëpërmjet aplikacionit të radios Club FM. Jo mos qajti, jo njerive të mua, se jeta dorën ty. Nuk ta unë di numrin e telefonit të Shqipërisë, është 069 20 70 222 për të gjithë interesuarat në inbox. Po ka ndonjë mamë. Vetë çfarë. Ndërsa unë di numrin e Kosovës për gjithë baballarët. +383 49 55 1144 është ky numër. Ti mos bëj kështu tani sigurisht. Besoj që do ham në gjë të mirë sot, na keni gatuar në gjë të lezetshme. Pozicioni pra që mua më pëlqen që e quaj dreka është pozicioni shumë i njohur. Pozicioni drekës. Pozicion shumë i njohur. Është problemi pozicioni, çfarë problemi ka domethënë? Po position mo. Po problem. Position. Po pozicioni dargës si është? Nuk e di, po çai ndodhi këtij Millerit, po. Ama lërë. A ka mundësi? Se për fol dhe atje vëlla, nuk e mora vesh domethënë. Ç'a kishte? Jo, ne do të flasim. Jo, sot. Se në humor bëjmë në fund në mes ditës. Sot ka një ndeshje shumë të rëndësishme dhe Interi caktoi gjyqtarin e ndeshjes atë që i do të qefi domethënë. Megjithatë, pyetja jon për sot për temën, i thatë numrin e telefonit apo jo? Unë thash 069 20 70 222 të interesuarat në inbox dhe +383 49 55 1144 për Kosovën dhe tema që kemi për ditën e sotme. A keni frikë nga hantavirusi? Kjo është tema. Mos ti që na erdhe nga unë erdha plot me duart plot për juve. Po se të shtive një dy herë atje poshti. Me duart plot po themre. Me duart plot erdha nga atje, nga 300 milion banor. Erdha ajo solla këtu. Na shkruani derisa të kapim veten, po ja lëm pak Brianit. Le të përqendrohemi te gjëra më serioze. Më pëlqen Greta sepse është njëri konservator i qëndron valla në një pikë. Me thënë drejtën, dëgjuesit mesatar nuk intereson asnjë individ nga ne që jemi këtu, intereson programi. Pa edhe të përbrëndshme që the. Intereson dhe dy dopja. E me tege. Është përbën, jo dy dopja, të përbrëndshme në 6 persona ndahen në mënyrë përpjeston në mënyrë barabartë. Kush merr vesh nga gjeopolitika në këtë program, je ti. Vetëm ai që na shpjegoj pak se si nga 1% shanse që Irani përfunduam që unë vazhdoj të dëgjoj ata dhe jemi në negociata. Si brenda
12 orësh? Ja sa të diskutojnë ato të dytë më të fortë botës. Janë takohen ata të dytë. 15-16 kanë pa. Ka shku Bajram Bega? Ka shku Bajram Bega. Unë sot pata në lidhje direkte një gazetar kinez na dështoi lidhja. Po pse? Nuk punon romi nga televizion koti. Burim Li. Burim Li? Po, ortodoks kinës, ortodoks kinës. Aty mësuam një ngjarje që nuk e dinim, që gjithë ata që mësojnë shqip, me që emrat kinez janë të vështirë për shqiptarët, u caktokan një listë me emra që ata ti adoptojnë. Zgjidhen. Për shembull, Nejmedin. Gëzim Yang. Gëzim Yang. Nejmedin. Po. Shumë mirë, kjo gjë shumë mirë. Për çfarë se ç'bër aty. Marrin edhe japin i vendosin kuptim me emra. Interesante. Tan Go. Tom Cook. Por thuhet që Kina e ka sekretin dorë, domethënë. Nuk e di pra, më duhet ta komentoj këtë sa çfarë që të ndodhi me ato dy. Domethënë ti derisa ndodhin ato nuk komenton. Atëre komenton ti kolekse. Po jemi se kanë bërë punë, duhet vjel frytet e asaj që kanë mbjell atje. Nuk e di që paske punu në horizore aty ku paske shku. Po sigurisht qipo. Me që po flasim në dialekte. Çfarë si ishte pyetja sepse ky që e drejt kështu si ose që e hasi si e ke fjalën për Janel. Po ja Janel, Jaffa. Më pëlqeu Rod Stewart. Janë moshate të një brez janë. Goditje nën brez. Ishte brez janë. Që shumë se ata mbretit, ke parasysh mbretin në fund ditës është diplomat. Ke pëlqyer shumë edhe. Superb. I tregove vendin tha aty kokë. E futë mion thes. Me që jemi te hanta virusi. Bredi tha këshilltar, çfarë thot ky dhe për kë ka fjalën se edhe mbreti nuk është se orientohet mirë këto kohë fundit. Po. Ka mendet e garat në kohë këto gjëra. Ti si ke reaguar për këtë hantavirusin? Me thënë drejtën qeveria Venezuelës. Me thënë drejtën koleg, hantavirusi është për të tjerë jo për mua. Unë si person me bazat forta shëndetësore e kam zero frikë. Me baza të forta shëndetësore. Mirë, mirë. Po, edhe mirë. Jo, edhe kam studiuar, edhe ajo mirë. Mirë, faleminderit. Mirë. Ja të gjitha zgjedhime foljesh. Që hantavirusi koleg është zhurmënaja e fundit dhe megjithatë Bill Gates doli para pak orësh me deklaratë. Doli. S'keni para zgjatha me Covidin. Do një pandemi tjetër. Nuk di pse ky ka qef që të na shofi neve duke përbërlitur. Po pra. Kjo është e vërtetë. Nuk e di pse ky person. Anta tash është problem apo s'është problem? Asnjë lloj problemi dashur. Me 6.000 garanci. Sa keq ndihem për të. Atëherë, me që kjo nuk është problem, domethënë duhet na bie poshtema. Cili është mendimi jot që mbasi e zgjidhen problemin e ngushticës së zor do mundit, Venezuela ta bëjmë shtetin e 51 të Amerikës. E para e 51-shin pëlqen si numër. Ta bëjmë 52-ën dhe 51-ën bëjmë Shqipërinë. Kjo pra ata. Po ç'a bëni ju më? Ne duhet ishim futur më përpara Biles. Po pra. Duhet ato hyjet aty flamurit duhet ishin futur më përpara. Po. Domethënë pse nuk je dakord ti? Ty të pëlqen Adeu? Pëlqen Adeu. Po nuk ta merr njëri Adeu. Nuk ta merr këtu është pagu njëri. Ti je paguesh me nesër. E kanë marrë Sezanin, marrin tash. Jo vetëm kjo, po. Si s'bëj Sezani, është 51. Mund të jepet mundësia që të bëni kryengritje. Nuk e di, nuk e di pse i binit mirë me shkel, me zgabim. Është gabim. Jo, këto e pranoj edhe unë. Edhe unë duhet të jem. Edhe unë duhet të jem amerikan, pak liberal, po duhet të bëhem amerikan, domethënë. Nuk do kemi më komshit poshtër, Greqi, Serbi. Po do kemi North Carolina, do kemi përballë, kemi Meksiko, do kemi Italinë, po absolutisht. Kështu që menojeni, menojë. Shikoni jo, unë nuk shitem. Menoj, po s'ka lidhje me shitjen. Prej 72 orësh qyteti i Vlorës po përballet me mungesë të ujit të Okej, na merr. Ja sel Amerika. Piuj Greta, piuj se pas ke qenë po. Megjithatë, unë them ta mbyllim këtu këtë diskutim gjeopolitik i cili ngjante më tepër me kafen e Milotit. Pse? E ke shumë gabim vëlla. E ke shumë gabim. Me Milot Buzhalën më bu. Absolutisht. E përshëndesim me Milot Buzhalën, po ishte ta përsërit 1000 herë. Un jam në vendin e dur. Ja do ta marrim vesh çfarë funksioni ke ti atje ke takimi atyre të dyve. Tu do jemi, do ta diskutojmë, nuk ka asnjë problem. Mos ta ulni niveli bisedës me kështu jo po kafe këtu kafe aty. Është shumë lart analiza gjeopolitike. Tutëm shumë. Ai di se çka ka ndodhur pranë të një shkoj. Unë e di, po e kisha kështu te andaj virusi atë me rakun kryesor. Se ndryshe nga ç'thot kolegu që është doktor dhe ti ke frikë. Jo ka frikë, mua më pëlqen kjo situata. Të pëlqen si sfidë. Më pëlqen si sfidë, po më vjen shumë mirë për mint që u rikthyen. Kishte aty ku vajta shumë minj, ishte pjesë e jetës. Ishin një periudhë kur ishte natës personazhi kryesor, kushërin aristokratë të minjve, dhe ata që janë me flatra, po tani që janë minj që ka shkaktuar mortaja, çfarë të lloj gjëje mbi këtë njerëzim. Ku sfuten ata minj. Më duket një rikthim kryengritës.
I hanin ande, i hanin? Uf, mo. I hanin? Mint. Ati hanë çdo gjë. Jo, nuk ka mundësi, Edhe qenin? Tani do të lutem, ai ishin nëse po pyesë seriozisht, janë 2 komunitete në Jakarta. Jakarta ka 45 milion banor. Po sa për informacion. Vetëm Jakarta. Vetëm kryeqyteti. Dhe në vitin 2028 nuk do jetë më, sepse po përmbytet nga uji. Edhe po e ndërtojnë qytetin e ri në Java në një vend tjetër. Në Java, që është do jetë me mbi 15 milion banor, qyteti i gjithë kështu nga këto si punë Singapuri që është future. Po diferenca? Po ta 30 milion apo të leti marri ujë. Prit, nuk merret njëri më. Po them këto që janë të pasurit dhe ishin 2 komunitete në Jakarta që njiheshin kështu, po themi botërisht, që hanin njëri tjetrin dhe që kur i vdisnin të shtëpisë i varrosnin ose më saktë i mbanin aty. Po pse? E kishin kulturën. Jo nuk i hanin, i mbanin aty. Ai mbanin aty. Si mos hash Robin Tat. Kotrudh. Më që ka këtu. Me siguri Rilindja fitonte atje te ky komuniteti i dytë. Nuk e di më të ndjetë, por kjo ishte fakt domethënë. Ishte ishte fakt. Po ne të dërguam për çejf më egi. Jo më lali isha për agenda on mi motor. Pra ne thash antavirusin ja u gjeta këtu, nuk e solla unë. A mund të flasim për net toksorët e thjeshtë maksimum deri që nuk koleksionojmë njerëzit tonë. Po. Patjetër. Atëherë, të premte një shkoj, çka ka ndodhur mi goc? Pati një prezantim shumë të rëndësishëm këtu. Ishte një program i mbështetur nga Bashkimi Evropian që quhej EU for Municipalities. Ta se ndodhen që ke ferma më apo? Jo. Çfarë ska ndodhat atje? Por kjo ishte pak e rëndësishme sepse kryeministri u krenua, se nuk e di, doja shumë të dija se i ndihet kolegu për këto deklaratat e fundit të kryeministrit, se është bërë një stand-up comedian, goxha i këndshëm apo jo? Nuk është se ka për herë të parë. Shendi ka thënë që në 99 ndoshta. Vërtet? Po ti ke qenë e vogël atëherë. Jo, ja kam ndjekur këtë me përsëri, po ka ndryshuar shumë dhe tonaliteti. Çka ka bërë KM-ja? Ka thënë se partnerët gjerman në digitalizim janë shumë prapanesh. Domethënë është tallur deri diku se nuk është ajo, ka thënë të vërtetë. Shiko, ishte një farë studimi në fakt nga Capgemini, është një firmë konsulence që e vlerëson Gjermaninë në vend të 24-t nga 27 vendet e BE-s për shërbimet publike digjitale. Po ata me qenë se kanë historikisht përvoja të këqija me nazistët, me ata përdorin faksin sepse është më i sigurt dhe kryeministri ynë e ka thënë e bërë si batut për ata. E ka bërë si batut që ju ende përdorni faks. Po në fakt ata edhe pse kanë kaluar ai shumë gjëra, vazhdojnë që të jenë shumë të sigurt dhe okay me fakset e tyre. Janë më mirë ata apo ne që me patronazhistët? Patronazhistët nuk janë ashtu siç duket, Greta, sepse janë servera që lëvizin. Nxirë keni nxirë. Nuk kam çat të nxjerr, domethënë. E kemi nis këtë punë bashk kur ti nuk ishe mjekër, unë kisha, ti s'kishe. E pra. Shtadini. E qartë. Ja për ty e kishte fjalën, domethënë. Po, e vërtetë është. Edhe un kam thënë. Kolegë, si t'ja ndrojmë këtë database-in? Unë e dhash variantin tim, t'jap numrin e atit të qeras shtëpisë. Vetëm aty ndjen shqiptari. Në rregull. Shneti pse e bër kështu? Pse e bër kështu? Do më jetë ti e vet kështu apo ashtu kështu? Për çfarë? Se tani më njohet ti mua. Jo, po si po të ngacmojnë shumë gjithë Shqipëria flet about you. Vërtet? Po çfarë bën radio kombëtare kjo. Po çfarë bën ti kështu? Tani me qira fjala ishte Kaperena. Në gjitha mos harroni që ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim. Le ta thot Greta aman. Thuaj ti. Faleminderit Miki. Në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Jo, nuk ka mundësi të, sepse unë di që mundsohet. Unë di që mundsohet nga Parashëvi Simaku. Patjetër, ka ngel aty. Nuk ti ngëllon fare bukur kur e fati. Me gjithë respektin. Nga Mirëmëngjes për Elban Skënderajt. Po. Kur u ndan këto në ram. Po, dhe nga Chimpeka. Mirë. Red Hot Chili Peka. Po. No, 0692070 222 ne vazhdojmë të flasim për temën. A keni frikë nga Hantavirusi. Dhe nëse keni frikë si e përballoni më, se unë jam për shembull njëri që kam frikë, po unë e përballoj. Mund të ikësh me vrap frikës. Jepi plus 33 plus 383 49 55 114. Sepse jemi dhe në Club FM Kosova, por nëpërmjet aplikacionit Radio Club FM mund na ndiqni kudo në vendet e Bashkimit Evropian, në vendet e Azisë, në vendet e Euroazisë e kështu me radhë. Në ato dy komunitete në Jakarta. Më bët ju tag mua. Po.
që na bën hop atje apo thash hop me aplikacionin. Tani kam një pyetje sepse dje ka filluar Eurovisioni apo jo? Vërtet? Po, këndoi dje Alice? Jo, është Enten. Alice. Si duket gjendja e idealit? Mirë, do këndojnë me gjithë bukur. E kishin pritur mirë në Holland. Se kështu na presin gjithmonë mirë në. Atje po të vish me të bardha të presin. E bashkë kishte kështu si perde të operës. Po kishin vesh, ishte vesh me të bardha, kanë kujtuar gjithë do të jetë infermieri antivirusit. Ja, bukur ishin vesh, më pëlqen. Ardrokist me vesh me të bardha. Interesant. Të lutem, ka shumë albume System of a Down, Slipknot që kanë me të bardha. Po ju disa lutem. njerëz flasin për edhe mashing. Ju jeni thjesht në një cirkumcizio. Po përdesë ishte veshur është për një rreth prerje. Ka njerëz që i ke përballë që kanë kaluar rreth i Kalvarit. Të lutem mos e përmend litarin në shtëpinë e Kalvarit. Megjithatë ai ju thatë i nderuar që te inte këndon. Te inte. Çfarë ore dhe me çfarë numri ose duhet votojmë se ne themi këtu është institucion kombëtar. Atëherë, për momentin them vetëm orën, për numrin do të më japësh sa orë. E para, dhe e dyta, nuk ma thoje dot që dje këtë punë që këndon Tenten se mbeta duke pa televizorin tjetër. Gënjeshtar. E pa shtë raj duhet. Të beton. Po ti që shef raj duan më kur. E besoj që gënjen. Jo po shifrë to 4 atë që bëjnë turin ciklistik. Po çat bëj? Se nuk e për të shëja? Po. E jep edhe të shëja, po ma kap. Problemi ke bërë të shënti. Ma kap më letra ai duhet. E kuptoj. Edhe është flasin më mirë se sa nese, më le mos për më le. Megjithatë, unë shpresoj që do vi një ditë kur të marrin pushtetin dhe festivalin evropian do ta transmetoj Syu në komentin e Greta Toganit dhe Flavia Çorrit. Producent ekzekutiv. Ishte bukur. Po, pra. Ishte bukur në fakt. Super do ishte, super. Faleminderit. Manifestojeni çuna, manifestojeni. Of course. Si nga temu, të lutem, do mpresësh pak. Të lutem. Shumë mirë. Të presim ne apo për jam krati. Ne dim cili edhe mirë se erdhe. Krati, mirë se erdhe, por kjo që po hani në dy sektorët lë pak për diskutuar. Se mund të ketë dy punë, mund të ketë dy shtëpi, mund të ketë dy biznese. Çfarë problemi ka? Unë e dija që do kapeshit të kjo gjëja, prandaj po bëj skip, Po jo, ti e the. Dhe po ju prezantoj buroskopin. Buroskop. Buroskopi. Bravo. Horoskopi për burra, vetëm për burra. Nëse jeni grua dhe ndjeni, faleminderit. Nëse jeni grua dhe ndjeni përjashtuar, just grow a dick. Sigur të ishte kaq e thjeshtë. Faleminderit. Jo, po shiko, jemi edhe bashkëkohor kontemporan, domethënë ne mësojmë nga më të mirët, nuk është sa. Atëherë, nëse ju jeni burr dhe vini në një nga këto shenja të buroskopit, këto janë karakteristika tipare të burrave sipas shenjave. Dashi. Burri i dashit është i fortë, i vendosur, dominant, ose i dominuar, varet nga pozicioni. I referoheni me b të madhe burrit të dashit. Burri i dashit, pra, burri i dashit, kështu thuhet. Patjetër. Po, sepse buroskopi është një variant, unë do thosha i përmirësuar i horoskopit. Nuk është unisex, është vetëm buroskop. E kuptoj. Atëherë vazhdoj me dashin. Shmangni konfliktet këtë javë, veçanërisht me binjakët. Se di pse, se binjakët janë shumë ashtu. Si ashtu si? Janë shumë lëvizur. Jo! Në kuptimin nga shkon një binjak, shkon dhe binjaku tjetër. Është kështu si sundje profesionale. Aha, okay. Tani do më serove shumë bukur. Burri i demi, kalojmë të shenja e dytë të demi, sepse edhe në buroskop shenjat kanë të njëjtën. Burri i demit. Ama mos ta skuq gelin. Nuk thash burri kel demit, sa për kështu. Burri i demit. Si qesh si gzon pëlqen. Se ka ik Milani, ose është ngrit Juvja. Jepi. Burri. Shiko se këto gjëra Milani, Juventus, se këto mund t'i bëni pasi ta mbylli me mua, sepse unë jam shumë kërkuar. Se burrat e vërtetë dëgjojnë buroskopin, nuk shohin. Janë gjithë emisionet e pasdites që më kërkojnë, më kupton, jam konflikt me zonjën Meri, kështu. Mirë shpirt, vazhdo, go ahead. Jepi krati. Burri i demit i do gjërat e mira, ushqimin e mirë, parfumin e mirë, lëkura e mirë, kur shtrëngon supet kështu nga brapa. Kur shtrëngon supet kështu. Supet e një miku, kur një mik qan në supet e demit e shtrëngon. Shiko, ju mund t'i jepni konotacionet si të doni. Jo, ne po qeshim, ju lutem, të lutem tash. Na pëlqen. Se ne jemi të rritur të vaksinuar, nuk kemi lidhje. Ne po qeshim me atë që po thoni ju, lutem.
Planetët sugjerojnë intimitet këtë muaj, por jo të ati lloj. Domethënë, por shtollungat e Venusit janë komplekse. Shtullungat e Venusit. Komplekse. Binjakët. Ba, buri binjakëve ka 2 anë. Mos u bën 3 burra këtu. Buri binjak. E kush e ndron problemin? Ma pëlqen që keni një lloj alegrie të pa shpjeguar dhe të pa justifikuar, po me siguri njëri nga burrat tuaj duhet jetë i binjakëve. Me siguri. Po e shijojmë prandaj me thënë drejtën. Na e solli ti alegrin. 2 anë ka të thella, i ka të bukura, i ka krejtësisht të papërkufizueshme. Tepsisht ai nuk mund të mbyll veten në një kuti, sepse kjo është astronomikisht e vërtetë dhe s'ka të bëjë me mua personalisht, e thon yjet, unë lexoj çfarë lexoj. Nëse 2 binjak në një kuti është shumë e vështirë. Pra, një mashkull i më i lumtur është ai që flet midis 2 binjakëve, nga do të kthehet ka lumturi. Më pëlqen, po përpiqem ta bëj kështu si panoramë. E bën sens. Përpara fytyrës më pëlqen. Do të thënë 1 me 2 binjak është shumë interesante. Nuk e di ku mund t'ju çoj, por rrobat janë në tel. Gaforia. Buri gafores. Buri gafores është emocional. Është i ndjeshëm, ai ruan gjithçka brenda. Osa brenda. Buri gafores është gafuri? Aq brenda sa i vet nuk di se si ti nxjerr jashtë. Por një ditë ai do ta nxjerr. Se do të jetë bukur. Shumë e bukur do të jetë. Po. Uji si element është Po vazhdoj me Luanin. Buri gafores bën gafa me siguri, domethënë prandaj mos është ministri i jashtëm, jo. Vazhdojmë. Cili mund të jetë burri i Luanit? Burri i Luanit dëshiron vëmendje. Dëshiron që dikush ta shikojnë dhe të thonë ti je ndryshe. Ti je ndryshe. Dhe ndoshta ai person do të ketë sy ngjyrë gështenj dhe do punoj me kafenen aty poshtë çdo mëngjes ku porosit cappuccino. Luani duhet kujdeset për zemrën. Po cappuccino çka këtire kishte do. I pëlqej cappuccino kardiovascularisht. Po e lëpin lugën apo se lëpin lugën? Ja, atë futen në tavullën e duhatit. Le të jemi serioz për dy. Virgjeresha. Buri virgjereshës, po. Buri virgjereshës. Ose nuk dajës virgjereshës. Nuk shkon buri virgjereshës. Ditën e parë. Okej, qartë. Analizon gjithçka, çdo detaj, çdo shikim, çdo mesazh. Pse shtoj emoj me zjarr? Emoj është emoji, po ne ndonjëherë atë gjën e lexojmë xh. Po, ç'ndon. Çfarë do të thotë kjo? A është mik apo është më tepër se sa mik? Vëre mik. Çka? Mos i thuaj atij ik. Virgjeresha duhet të mësoj të mos analizoj kaq shumë. Në vërtet. Kalojmë. Feshorja. S'kalojmë dot tani se na ka ikur koha. Jo, do thot gjitha. Atëre, po të doni, mund t'i lë pjesën tjetër. Jo, vazhdohet. Për javën tjetër. Jo, ta lër pjesën tjetër, do të thrasim ne tani kur të kemi nevojë. Do të thrasim brenda këtij emisioni. Bëni nevojë. Të gjitha proceset. Dëgjojmë pas pak, tani është rritur dhe kurioziteti nga dëgjuesit. Ka përshtypjen që gjysmat e shenjave do të i lexojmë një lidhje tjetër. Okej. Po të doni sot, po të doni një ditë tjetër. Hajde lexoj edhe këtë shenjë e fundit se është buri i gjenit. Jo, janë ndar 6 me 6 i dashur Tom Cook. Lëre. Tom Cook, jo Tom Cook. Mos ma bëj këtë. Lëre, faleminderit, na kënaqi, ishte super, ishte në formë sot. Do të dëgjojmë pak më vonë ose një ditë tjetër. Pak më vonë, një ditë tjetër. Si do që tjetë. Po, e marrun pjesë e parë dashur dhe motra. Marrë ka shpejt. Kështu që do vi momenti i Sashës tani me blogun e dhe ne këtu ke veni. E di si është puna për ju djema që doni të zgjasni një gjysmëore, se gjysmëore është më se normale dhe është e kënaqshme, por ju që doni 45 minuta e sipër ose 1 orë, më vjen keq, kam një lajm të keq për ju, bëhet bajat. Kaperena. Nuk e dia, domethënë kujtoa se maratonat ju i pëlqenit apo bëni kod domethënë. Po ka dhe gjysmë maraton. Është 1 orë gjysmë. Për çfarë po flasim njerëz? Për maraton pra. Nuk e di Greta, nuk e di, po nuk është se ty të përhallet e tua domethënë.
Ç'ne që s'fute Redoni këtu ti? Jo, Redoni është një tjetër. Redon ma kafsho. Jemi gjithmonë në kafe në radion kombëtare Club FM Shqipëri dhe Club FM Kosovë. Shumë e vërtetë, dhe para pak minutash, para një ore gati, para një gjysmë maratone, ne ju pyetëm se a keni frikë nga hantavirusi dhe jemi ende duke pritur përgjigjet tuaja në 069 20 70 222 ose +383 49 551 Nuk është puna thjesht kesh frikë, puna është edhe ç'a do bësh po zuri për shkak. Po pra, dhe ti s'na tregove Keli, se që kishe një plan kështu. Unë kam shumë të lehtë për vete, domethënë nëse më zë hantavirusi, do i mësosh emrin. Jo, do të përqafoj ty shumë fort, domethënë madje rrezikon do të jap edhe një franchise, sepse duhet vazhdojmë emisionin nga karantina. Duhet të bëj share, duhet të bëj share. Po pse duhet bësh share? Tim do të keqen mua. Jo, nuk është puna e të keqes, është puna si do bëj emisionin. Si Filizi që do uitur që të Pa. Si Filizi si smundja apo si Filizi? Si Filizi është gone. Për shembull, nuk dua të përdor konotacion negativ. Për shembull, për këtë virusin, mund thuhet që po të zurit ta vuri? Jo, ka konotacion negativ. Të vuri, domethënë ato. Në shpatulla pas muri. Të vënë në karantinë, por kjo është e zë. Prandaj thash që po më zuri, kemi marrë dorën karantinë. Prandaj thash po e konsultoj edhe me ju për nga eksperienca, se do që ti kolega në një rast teorik, sepse rast praktike dim që ti ke mundur viruse shumë të forta se kaq, domethënë çdo ditë. Ti ke mund virusin e Elita 5, jo më hantavirusin. Mundje dorë virusin që mori kompjuteri, e bëra të vdekur. E bëra të vdekur, domethënë po e zëm se të zë. Ç'a do bësh ti? Kaspersky, s'ka gjetur këto viruset. Po është vërtet. S'ke pasti. Për fat kemi 2 banjo në shtëpi. Pra nëse më zë dhe njëra banjë është e zën. Më janë bërë gjesta, kanë nga 2 banjo, domethënë ne. Ka punu pra ditë. Bravo i qoftë. Po nëse të zë ty. Egi. Urdhra. Ç'a do bëj? Do shkoj të konsultohem me mjek Edin. Pa jesh në banjo. Po pse nuk kam unë WhatsApp banjo? Do pres. Nuk shkoj me telefon atje. Do pres. Doktor kur do dalë do më prit pak. Po mirë, do pres. Edhe ti ke WhatsApp në banjo? Patjetër, si çdo kusht tjetër, si çdo njeri. Vetëm ti shkon me libra WhatsAppin. Ti shkon me libra, madje edhe me fletore se shkruan, jo vetëm me marr dhe libra të rrezikshëm me vete ku shkojnë banjo. Po si jeni ortodoksët. Me autor të fuqishëm që po njihen në gjithë botën. Për shembull, Bibi. Bibi Netanyahu, se mos e kujtoni se merrni për një tjetër. Për Bibi Kingun. Unë një vajzë që do mund të dënojë 15 vite burg vetëm se kish bërë një shaka për Netanyahu, diku në Florida. E pat? Jo se pa, ma të po pas ti në vet, po themi se nuk bravo. Dhe unë nizëm për Elbasan. Okej. Tani Amsterdam, jo Elbasan, se Elbasan është Amsterdami. Është momenti për të kthyer në një emision serioz, domethënë kemi pasur këtë. Përqendrohemi. Javës si shkoi ne patëm një intervistë shumë dobët, mediokre. Cili ishte i ftuar, pa se po e ftuar. Ishte Greta. Egi u përpoqet betohen. Po ishte jashtëzakonisht dobët, domethënë shumë dobët. Prandaj unë mendova që këtë javë t'i japim dhe pak të tepër pesh. Flavian. Po jo, dorim intervistë çik më të gjatë. Lot. Dhe ne vendosëm që t'i japim çik pesh programit, kështu që unë telefonova mbas deklaratave për Kaca, ministrin e jashtëm Ferit Hoxha. Në program, dhe çuditërisht ajo, domethënë flas vetëm për media italiane, tha nuk flas për ju shqiptarët. E mirë kuptova. Qartë zeta. Masej un Codardo. Pastaj mora nuk na quajti idiot apo jo? Jo. Jo. Ish ministrin e jashtëm të Shqipërisë, sepse tash ta mbyll me diplomatët, Ilir Meta. Tha intervistë nga Kafazi unë nuk bëj. Po. Edhe kështu as ky nuk pranoi. Doli për në dytë pam. Prandaj vendosa të marrë të tjerë njerëz të rëndësishëm. Domethënë tha shumë ide interesante, por kam prezantimin e librit në një stand-up. Po. Pos kësaj thash po marr njerëz të cilët i kanë dhënë tonin vendit. Telefonova Toni Gogun. Jo, Zhakut është e ferma. Jo. Të lutem, ka e njeh njëri ata të fermës? I njoh. Jo personalisht. Thuaj jo më Zhaku, merr babaj. Po më themi, e marr në telefon. E merr. Alternativë është Zhaku pa robabanjë, kështu që pranohet të shqiptet. Disi jam dakord, nuk e di pse. Po të mor mimozën, do të ishte në rrugë. Mora kryetaren e KLP-s, zonën Mirela Bogdani.
Në mas qaroj çik se ç'a pati me Sokol Stojanin. Mas qaro ti tha. Edhe tha mos jo dhe kjo. Mora Kol Stojanin. Ta pyes. More vetë krye fjalën. Por Sokolin e tha tha Nuk mund të rrezojmë tha një koncept. Asaj jo. Atëre nuk jo ç'a të bëjmë, mora Toni Gogun, se është ministër i drejtësisë. S'është që shkon në kishë. Drejtësia tha është i pavarur, ai shkon në shërbesa atë Kishë Egit. Ta kisha marrun po desëm. Jo. Ta çat them do. Prandaj kalova në intervista të natyrave showbiz. Pra bën Drenikën. Eni Vasilin për festivalin Pranverës. Shumë mirë. Erdha tek ty. Me dritë në sy. Jo tha se po mësoj këngën. Shumë mirë. Më rëndësishme është në rrugën mbar. Nuk pranoj as kjo domun. Atëre Endi Çobani tha gjë. Jo, kam i parë. Renis Gjohës. I thash Reni si do ja bëjmë, tha, jo tha. Kam difinë tha. Prandaj, domethënë ke një parandje çfarë parandje ke? Mobilizuat forcat dhe por ama duke munguar javës si shkoi. E meritonte një vend foltore. Intervistën e pamundur ta bëjmë me Egi. Sa bukur. Pas afër. Egi sa shej. Tani të lutem pyetjen e parë Greta bëhet ti sepse edhe të përshtatet CV editoriale. Egi. Po të lutem. Te sondazhet e si ka ky kanale kështu. Ama hajde lexojmë se te sondazhet e ABC-s. Opozita ka shku për drejtimin e duhur. Sa e ka numrin e këmbës Ervin Saliani? Ervin Saliani një numrin e këmbës do ta ketë jo më shumë se 42.5, ja maksimumi 43. Gabim. 39 ka. Jo, ke gabim ti. E shoh si barabartë keni matur ju të syuma. Flokët i kanë mbjell dy. Flokët i kanë mbjell me 2 seanca kur ishte brenda, e bëri të plot. Se brenda para. E bëri të parë, pastaj e bëri të dytën kur flasin njeriu që pyesin, kurse sondazhet pastaj për sa i përket televizionit ku punojnë 2 kolegët tanë, besoj që ato i dinë vetë punë të brendshme. Ato i bëjnë më mirë dhe sepse dallon nga të ftuarit që kanë. Kështu që sondazhet flasin vetë. Përgjigja është jashtëzakonisht e saktë, por me një korrigjim të vogël, meqense duhet të themi gjëra të sakta, 42.5. E ka këmbën. Jo, mesatarja këmbë. Domethënë, okej. 41 plus 44, pjesën për 2, se njërin e ka 43. Okej. 44 plus 41, lëre 42 plus 40. Jo, se kam bërë llogarit. Masin këmbë dhe gridës ta, prandaj. Kush këta më Kevi? Kush këta? Nga herë më mirë sy se nami. Po tash 42 deri 43. Duke unë jam shumë dakord. Se bëja shaka për atë 39. S'ka problem. Urdhëron. Në Korçë na e kanë akuzuar një mjek për ngacmim seksual. Po. Kur ke qenë për herë të fundit te ginekologu? E pash këtë mjekun ishte diku rreth 72 vjeç më duket apo? Mos ta bëjmë fajtor se ndoshta është ai ginekolog është duart futë s'ka ç'a bën. Kishin dalë të tjerë pacientë që dhe orën e kanë gjithmonë këtu lart. E kuptoj, qartë. Për orën ta thon këtu, kështu. Domethënë ngrej mbrylin lart. Po të pyesin gjë sa ke orën ashtu këtu. Po është hera e parë që ti më dhe një përgjigje shkencore. Po po duhet me qenë se kollaj është më i gjuku njerëzit nga portale që dalin që mos i përmendin emra, se nuk i ndihmojmë dha ata domethënë. Syu. Tani u bë personal. Egi. Po, pas vizitës zyrtare që kreve në Indonezi, a e kuptove sa gjatë është kilometri fundit? Pse të bëj gjithmonë? E kuptova që është shumë i gjatë, me thënë drejtën. Çfarë ndodhi tani se unë sot erdha në Tiranë, sa zbritje që bëri landing, që ne flasim i shive të pastër, i than, "Çau se ka trafik." Dhe u çu dher tjetër. Vajte dher majmuni të durrës. Si që është, po zot, tash mu filloi kapë rrenën, ky bënde ja. E qartë. Po kjo është në Indi. Egi. Një vend akoma më i pastër se sa Bali. Vërtet, white fresh. Aman. Egi, Fejzio thot se Pozita ka si strategji vetëm mbijetesën. Opozita, në fakt, ka si strategji vetëm mbijetesën dhe jo të mund Ramën. A të duket se i ka ra pak hija e bukur Gridës, që unë jam dakord. Nëse do të referohemi Feziut, mendoj që ai bën pozitën çfarë do të thonë biznesin bot, kështu që nuk ka kohë për në opozitë. Kurse për sa i përket vajzën, folëm. Kur folëm për Salian, folëm e futëm dhe këtë padashje. Ishte paketë. Nuk e kuptova pse. Lind natyrshëm, futet natyrë ose futet vetë, rrjedh. Po mendon se i ka rënë apo? Po. Vërtet? Bie fjala. Mos më shifar se Egi, është çelur tenderi për hekurrullën Tiranë-Durrës, që është zgjatur deri tek bulevardi i ri. Po thuajse gati. Atë pëlqen kënga Tate du Fuston, morim satën e shkojmë Tiranë? Po, tabletata për Bajram ka qenë kënga. Absolutisht po. Shiko, edhe ky 4 kilometri i famshëm
Ja, u inauguru kot bëm në 5 emisione, jo po kështu e pa ashtu. Tani jemi me 8 korsi për shkuar dhe për të ardhur në Rinas. Domethënë 4 vajtje, 4 ta. Kështu që edhe për punën e korrudës gati është vëlla. Gati. Thjesht ka një kohë që do bëhet një procedim ose një si quhet kolaudim dhe inaugurim. Ja zgjatja 3 vjet, po punë e madhe, gati është. Po pra. Gati. Mos ti bim gjërave kot. Po pra. Se e bukur është që më qëllon gjithmonë e jena pyetje. Egi, me që je si punë Gjermani. Sigurisht. Ras nuk e bëj me plan. Është shkruar pyetja, un po ta lexoj motamo që të bëjmë skenaristit apo ta përshtasim. Për shpirt çat si Ore, ata të balit, a merrnin do pak herë nga jeta? Me thënë drejtën s'merrnin fare herë nga jeta. Përkundër jetës i jepnin një aromë shumë të mirë. Që unë merrja nga aroma atyre. Kishte një problem. Dhe atje për shembull jo lashin, po ishte i ujë pisti. Ashtu është, edhe ujë çezmës. Ama ata kishin ujë? Ato kanë ujë, po e kanë shumë të pisët. Dhe gjithmonë kudo të shkosh në gjithë Indonezinë, po të klikosh, gjëja e parë që bëhet kur shkon aty nuk duhet kurrë të pish ujin atyre. Vetëm me shishe. Dhe dhëmbët duhet i lash me ujin me shishe. Dhe gjithmonë është ligj kur vjet nga Indonezia duhet patjetër të bësh para analiza këtu. Ti po i bën apo? Mbas fejes, unë për një orë kam që kam ardhë. Është qartë. Domethënë largohemi pak. Ja se erdha dhe unë se kemi edhe pjesën e tretë. E para punës njerë do përdorni gjithë gjuhën. Gjuha është një nga muskujt më të fuqishëm që kemi në trup dhe është goxha e gjatë, kështu që mos e kurseni fare, domethënë mos filloni vetëm majnë e gjuhës, po vazhdoni me të tërë gjuhën. Po, unë kam studiu për trom dhe përdor gjuhën në mënyrë të përsosur. Po, vetëm majnë ama. Ajo prapa, teknika pra, forca. Gjithë gjuhën. Teknika, po. Kjo është zysha e Gjulit Rësis, kam Po, me tjetër që po, pse çfarë? Egi. Po, e dashur. Këta të Galatasarayt kërkojnë Dua Lipën për festën e daljes kampion, çakallatë. Po. A do ishte gallat që të recitonin një poezi të Mozës? E para punës kjo Dua Lipa duhet marri 5 milionë euro që ka edhe Samsungun, që i kanë përdorur imazhin. Pastaj masit marri 5 milionë që ti thonë për shop, doli ke banka ti kaluan, atëherë do merret me gallatën e Sarajit. E kuptoj. Kështu që le të zgjidhim të zgjidhim vajza, se ka të martesën tani që po se i duhen lek për martesën. Edhe s'kemi lek, pa po i pi Samsungut. Egi tani pyetja fundit ka të bëjë me kulturën. Aha. Sepse ky është edhe një program që merret shumë me zhvillimet kulturore. Është shumë e vërtetë kjo. Egi KM-ja dekoroi Tedi Papavramin me ylli i oficerit të urdhrit suprem të Shqiponjës. Më duket që si Texas, shumë si këto. Çmimet në Texas. A mendon se duhet ta rikthejmë zborin në Shqipëri ose të paktën ushtrinë e detyrueshme? Jam shumë i sigurt që edhe Tedi dhe kryeministri e kanë bërë zborin, edhe kanë bërë bashkë. Tedi jo. Ja Tedi. Ka i vogël fare Tedi. Jo më. Po Aratis po. Është një tjetër Papavrami. Jati, Berti. Ai po. Besoj se po. Çuni doktorit. Ai po, domethënë po. Po pse kryeministri nuk ka bërë zbor? Ka bërë. Ku e ka bërë më? Po ishte detyruar të 16 zbor. Edhe unë dhe kolegu kemi bërë zbor deri diku. Ai ka bërë zbor dhe i ka pëlqyer kaq shumë sa që na ka thënë gjithë të bëjmë zbor. Po pra. Është një përgjigje plotësuese. Nuk kam të them më tepër. Po nuk mund të vjedhë ty ai përgjigjen. Jo, thash përgjigje drejt autorit. Po Akromaxi. Po të lutem, thash është përgjigje plotësuese. Domethënë e vazhdoi kolegu. Që do të thotë neve plotësojmë njëri tjetrin, mprejmë fytyrën e njëri tjetrit, latojmë njëri tjetrin, forkojmë njëri tjetrin, lajm dhëm të njëri tjetrit me ujë. Jo, balez. Kështu që deri këtu domethënë. Besoj që ishim të dy shumë të qartë. Jo, unë them këtu ta mbyllim këtë intervistë, e cila si për herë dështon, por ama. Jo, se ke gabim. E ke shumë gabim, mua më shkruajnë e thonë. Po. Edhe na kanë shkruar në fakt, po do t'i lexojmë pas. Tema është a keni frikë nga hantavirusi apo? Po, këtë na ka shkruar Buç mekaniku. Ha, pra Buçi, duhet të ndryshojmë temën ose duhet të ndryshojmë audiencë. Buç mekaniku ne kemi klient të hershëm të radios kombëtare. Po si nuk kemi frikë motra thot, po jetojmë në paranoja, all the laser, po na vret paranoja para se me ardh Santa virusi. Çfarë mund të ne kemi shpejt për djalin që e vret paranoja? Antiparanoid, marrin haloperidol. Okej, ja e morë dhe i këshill. Pa lekë ke vlla. Na ka shkruar edhe dikush tjetër thot, më fal Keli, kur thua ke kisha Egit, do me thënë ka hap Egi kish? Po, sepse madje sloganin e kishës se ke gjet kish me uqa. Po. Atë video tani referohemi Tom Kogut që kemi qenë kish. Ju kemi thënë që në fillim të programit që Edi Rama po mbledh valizhet. E vërtet. Po çfarë bëjnë nota? Disa ngjova që janë për korridori kanë thënë duhet ikësh më 7 ditë. Ja pra ja doli kryengritja. Sot ka përfunduar ultimatumi 7 ditor. Që Pëllum Pilinçi i vendosi Edi Ramës. Ne kupton apo jo? Qeveria teknike në pritje të dorëzimit të zyrës
nuk dihet a do ja liroj vendin kryeministrit aktual. Ka qenë kohë kur bëja tranzitun, nuk e kam kap të lajmin. Domethënë ndoshta ju nuk e dinit, por kaq kishte kohë Edi Rama, ultimatumi ka skaduar, po është dërguar një letër që në 6 maj. Po. Letra ishte shumë signifikative, sepse i kërkoi jo nga Pilinçi, po nga kryeministri i paracaktuar. Po, është një kryeministër. Ka emër, si quhet? Si e kishte emrin? Duhet ta mbajmë se jo, po do mësohemi me këtë, sepse në fund i riu fundit. Po pra. Ja prit një minutë ta gjej kolegë, po e gjeta. Bën barë, pyet inteligjencën artificiale. Atëre. Nuk e njoh. Kërkesë procedurale me ç. Lënda. Për lirimin e ambienteve në vijim të dorëzimit të mandatit tek qeveria teknike. Ju lutem. I nderuar zoti kryeministër në ikje Edi Rama. Pak e njeh si kryeministër, nuk është në ikje. Po, pa e njeh si kryeministër, s'ka rëndësi. Në emër të qeverisë teknike të Republikës së Shqipërisë me kufi natyror. Është shumë e rëndësishme kjo. Ju sqarojmë edhe një herë se mandati i qeverisë suaj ka skaduar më 11 gusht 2025. Finito. Kur në Vlorën e Greta Toganit u mandatua qeveria teknike e Shqipërisë me kufi natyror me kryeministër profesor Pëllumb Gani Pilinçin. Sa spektakël ka qenë ditë koleg. Qeveria teknike ju kërkon të mos bëheni pengesë procesit me ç, demokratik të kalimit pushtetit. Babi Gani emrin, ne? Prof Pilinçi ju ka sqaruar disa herë dhe publikisht se qëndrimi juaj në ambientet e kryeministrisë përbën okupim të palishëm është proshtetrore. Brenda 7 ditësh. Çka kupoi jeni? Nga marrja e kësaj letre, qeveria teknike kërkon nga kabineti juaj që dy pika. Duhet jetë të lirohen ambientet e kryeministrisë dhe të fshihen të gjitha zgaravinat në përmure. Vetëm një dhomë. Zgaravina ka quajtur? Po, 2 të ndalohet menjëherë lëshimi i palishëm i VKM-ve dhe të shpallet publikisht largimi nga godina. Po pritet se është bërë ajo investimi që e dieti me kopshtetën 4 milionë euro. Apo këtë se dalloj stilin e pandimajko. Nëse, domethënë të ruhet i paprekur arkivi i VKM-ve të nxjerra pas 11 gushtit 2025 për rishikimin e vlefshmërisë së tyre nga qeveria teknike, se këta të heqin dhe arkivin. Të dorëzohen çelësat, vulat dhe regjistri personelit tek sekretaria e Prof Pilinçit. Më fal, vula është këty doktorit. Okej. Jo, ka doktori vulën. Pilinçi këtu që po. Ska rëndësi, po them, nëse i duhet vula, mirë. Këto janë 4 pikat. Në rast të zvaritjes së mëtejshme të transferimit të mandatit. Çfarë ndodh tani? 2 pika, krye radh. Qeveria teknike është e gatshme dhe aftë në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit. Po? Në Kinë atje. Në fakt e ka shkruar Shtetit. Në përmetarçe të ndërmarrin një operacion ushtarak të ngjashëm me atë të Venezuelës për të kontrolluar godinën e kryeministrit. Atëherë kanë 3 ushtar kalin oficerin. Po. Me respekt. Me respekt. Jo, po është protokolli. Edison Rapushi. Ky është kryeministri i deleguar i kryeministrit të qeverisë teknike. Edison Rapushi. Pra ai si ka shkruajt vet. Ka shkruajt Edisonit që është deleguar për ka këshilltar, është normale. Edhe neve normalisht tani mund na shkruaj më këmbës. Më këmbës. Domethënë është ka ardhur koha e gjithë shqiptarëve të burgosen. Jo nuk është lapsus, ka dhe mërzi, ka dhe mëri. Kam lef. Unë e lexova gjithë këtë sepse kam një lloj shqetësimi të brendshëm. Dhe bëre shumë mirë. Ti mendon që kjo do ekzekutohet, do veprojë? Ne jemi sy e vesh. Edhe pak orë ka mbetur. Se ka pas klap e febi, sy 4, veshët qipi 4. Kështu që jemi gati që sa ta marrim si informacion. Po. Juve të opozitës. Po ju të dolet pa gjë fare. Po pra, domethënë të syve ka fjalë. Çfarë qëndrim bani drejt nga ky zhvillim drastik? Ose keni marrë një post? Ti jemi pak xheloz që janë zhvillime pak më të shpejta këto. Po. Jo, më do presim edhe ne. Do presim pastaj do përcaktojmë. Megjithatë, kjo qeveri që do formohet ka nevojë për një flamur dhe ju keni gati. E kemi. Flamur nokën, po, patjetër. E kemi flamur nokën gati. Kolegë, në rregull gjërat. Dalin që në mëngjes me sy palar, vetëm si të martojnë njëri tjetrin. Ja pra. Kolegë, ti si kështu si abetare ABC-je, domethënë. Çfarë qëndrimi mban gjatë ndaj këtij
vendimi I cili e ka okupuar ai. Shiko, atëherë, I dashur profesor Pullum Pilinçi. I dashur pse është profesori? Rreth parë se ka shumë bëj kjo. Që ta marrim seriozisht, kuptimi që e kuptoj. Është problem po të quajmë profesor. Nëse në rastin pothuajse të pamundur që ti nuk merr dot qeverinë shqiptare. A vjen e merr Milanin? S'do ishte keq. Si të nashur me iglitaren jo. Si mund ta çoni deri këtu domethënë. Po s'marrin Milanin koleg, kam përshtypjen që më mirë se sa iglitare do bëj plump. Ai merr Milanin dhe e bën iglitaren kryeministër të Milanit, ku dëgjon si quhet. Si quhet kjo kalimtarja tani? Po. Mos si quhet faza e Kupa e Republikës. Ose kjo mos si quhet Superliga. E harrova. Vjen jam I lodh. Ka problem, nuk ka problem. Do ta kujtoj, do ta them. Ne kemi 360 ditë, behar, dimër, gjera, vendimi bukur I to bëhet në botë. Qeverisë teknike. Qeverisë teknike. Ministri I qeverisë teknike. Pas ka qenë nuk shkonte mendja çakmak me këtë. Faleminderit që më përgjigjet sepse urdhra. Me që jeni transmetim direkt. Do më bësh një përshëndetje për një kolegun tim dhe shokun tim që ishim bashkë në Indonezi. Se të ka shumë qef. Më qafsh, kush është ai? Nixoni është kreu I ambasadës shqiptare. Do ta përshëndesësh? Mos na fut kështu se Jo, nuk është. Ke parasysh se futemi në burg pastaj dhe nuk dihet si dalim. Jo. Ja ke edhe përshëndetjen se po na shkruan djali nga Indonezia. Nixon, ta bëj zoti mbar. Gjithë të mirat. Po çfarë shenja është Nixoni? Çfarë të doje bardha se. Ja ta them çfarë shenja Nixoni, nuk e di. Nuk e di domun. Peshorja. Po nëse është peshorja e ka radhën tani. Jepi. Ja do më shkruaj pra. Jepi. A është single apo jo kot pyes për një shok? Bashkëton me një pajë. Sa të shih fejuar për 10 vite. Si u prishë këta burra kështu, nuk e di ndoshta më bëhet shumë që buroskopin këta se s'ka mundsi. Më bëhet shumë qevi që insistove që ti bësh dhe 6 shenjat e tjera. Sot ti krysh. Po faktikisht më erdhi një porosi nga Temu dhe ndërkohë që ju bëni të kështu thoni broshkullanti në radio. Unë përfitova nga rasti dhe e hapa të porosi që më kanë ardhur, një fund shpinore është. Fund shpinore, shumë mirë, të mirë ato. Masazhator. Po ku e vendos atë? Fund shpin pra. Kuptova. Po të duash ta provoj unë? Jo. Me ty domethënë. Ti dalet ta thot njërin. Nuk do. Mirë. Vazhdoj me buroskopin. E lam te peshorja. Bukur, vazhdo. Uri I peshores kërkon ekuilibër. Kërkon dikë me të cilën të ndajë, është shpirti. Nuk ka rëndësi peshorja është elektronike apo me çfarë quhet, me akrep. Nuk ka rëndësi fare, rëndësishme është që të mos peshon shumë se kush e mban, kupton? Edhe nëse shoqëria se kupton me një herë këtë gjë. Por në këtë rast fëmia do pyes, edhe nëse xhaxhai në darkën e vitit të ri marr frymë. Peshorja është e bekuar nga Venusi, çfarë privilegji? Mbani më shtollungat e Venusit? Po, si mund t'i harrojnë. Po, ato funksionojnë edhe për peshore. A ka peshore midis jush? Jo, po jemi peshuar. Mua më kalove, kështu që jam rregull. Akrepi, vazhdojmë buroskopin me shenjën e akrepit. Akrepi. Dini që ato të akrepit janë lindur diku në tetor-nëntor, mos ka baj. Po. Faleminderit Gerta. Greta. I shkon Gerta në fakt. Ka një kështu. Mua më pëlqejnë gjërat të shkon Gerta. Rëja është mbrapa es. Po. Rëja I ri mbrapa es, më kupton? Atëre. Jeni shumë I holl. Akrepi. Buri I akrepit është intens. Buri I akrepit është misterioz. Ai nuk flet shumë. Po kur shikon, ti ndjen diçka këtu. Këtu ku? Është ai Helbi. Këtu ku aty ku Ato I ka dhënë Zoti gjithë vendet. Domethënë, a e ke parasysh? Ata presin ata të lindurit në shenjën e akrepit presin derisa të jetë koha e duhur. Kur vjen ajo kohë, të kafshon akrepi o nëne, le të shpresojmë që të vijë ajo kohë. Ecim. Shigjetari. Uri I shigjetarit është I lirë dhe I papenguar. Do të eksploron, nuk interesojnë normat sociale. Ai bën çfarë do, me këtë doj, kur të doj, pa frikë.
Ky horoskopi dal për mua për të shqiptarin. Ka shqiptar në të gjim. Përmbau pak. Po pra, krati. Mund të bëj një pyetje thjesht për kënaqësi. Patjetër. Këto burimet ju nga I merrni? Apo keni në një grup WhatsApp-i bashkë dhe I ndani? Burrimet. I thoni për shembull. Vërtet, nuk është vërtet. Po të pyet sinqerisht. Është pyetje shumë provokative, duket normale, por pak a shumë sa herë bën dushin. Ja, e qartë. S'të lë njëri të bish në tokë Keli. Po një pyetje më e bërë. Britsjapi. Buri I Britsjapit punon shumë. Po pse? Pse gjithçka para suksesit. Sa është provider. Jam I zënë, kam projekte. Po, edhe Britsjapi ka nevojë për dashuri apo jo? Patjetër. Ka nevojë për dashuri. Të gjithë kemi nevojë për dashuri. Kush do t'japi? Edhe Britsjapi kthehet në shtëpi dhe dëgjon muzikë dhe mendon, yjet e Britsjapit janë shumë të largët sonte. Afroni yje. Krati tash. Dolen tem, domethënë. Sepse dolen në temu. Duhet ta dini që drejtuesi I Big Brotherit Arbani është Britsjap. Vërtet? Jo, më ishte. Ka mbaruar ai tani, është pushim, po bëhet gati tjetri. Pa mbaruar. Ujori. Po ja proni fundit pak nga pak, bëni pak durim, sepse shoh që gratë janë të argjituara, po për burrat tuaj po flasim, në fakt burrat nuk janë burrat tuaj, janë burrat që ju marrin burrat juve, po çrën si ka kjo. E kemi kuptuar Mokrati, e kemi kuptuar. Buri Ujorit është revolucionar. Ai ndryshon botën. Ai thot gjërat që të tjerat nuk I thon. Ai është I pari që ngre dorën dhe thot, unë jam kështu dhe kjo është krejtësisht normale. Ujori është ai më preferuar. Por vetë kozmikisht nuk ka arsye tjetër. Ju betohem për këtë. Të besojmë. Peshqit mbritëm pak në pak të shenja e fundit. Hahen shkretët, me çik verdh bardh hahen. Po. Me thënë drejtën. Buri peshkut ndërron. Ballgjër buri peshkut. Se si quhet gruaja e peshka qenit? Peshka uçe. Peshka dile. Jo, peshka zonja. Faleminderit Krati. Kjo ishte gjë më e bukur që ka thënë. Ka hala kjo? Kjo ka një hal të madh, e cila po ti flasësh mirë, po ta trajtosh mirë, s'madhohet si hal. I pëlqen kjo. E kuptoj. I pëlqen kështu. Buri peshqve ndëron me sy hapur. Shikon njerëzit dhe sheh gjëra që nuk ka fjalë për to. E ndjen shumë. Pse shumë? Por një ditë peshku do dalë nga uji dhe merr frym. Dhe kjo është gjithçka miq. Mund ta haj macë, nuk e diet. O Krati, po pse mu duk mua sikur ti ishe gati ta afrohesh vet me mishe me shpirt për çdo shenjë, që të zgjidhje hallet e burit të peshkut, burit binjakut, burit të virgjëreshës e kështu me radhë. Atëherë do më thoni si janë ju bura që jeni aty. E filloj përpara me Tom Cook. Çfarë shenje je ti? Të lutem. Luani është. Luan. Atëherë kujdes që ndro me shpatulla pas murit sepse këtë javë do kesh mërkurin retrograd. Kujdes burrin. Kujdes dhe burrin. Unë I thash për virgjëresh. Jemi të dy virgjëreshi. Eglantin, ti çfarë shenje je tu? Je thash 5 shtatori, nuk e di cila anten ka. Atëre, nëse ti je lindur në 5 shtator, më vjen shumë keq, po shenja jote, kujdes, me shumë gjasa shpeshorja. Jo, është virgjëresha. Është virgjëresh. Virgjëresha? Po. Ua, pas kam ngatruar faqen. Më do tani, më do pra. Kam dalë te gruskopi. Faleminderit për horoskopin. Që më keni ndjekur, madje më keni përndjekur. Që unë pastaj studio I ftoj të gjithë për kafe tek. Edhe ne këtu na ke. Nëse doni mund të bëjmë një drek në grup. Edhe ne këtu na ke, sa herë të duash. Faleminderit. Jemi gjithmonë në Kaperrenën në këtë program origjinal që prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja. Shefa thoni këtë. Dhe që mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipninë. Po si t'ja bëjmë? Mos ta themi. Ja kish direkt. Direkt. Unë jam me keltimin. Ta thuash se s'kemë të me gojën plot. Mund të lexojmë mesazhet e tjera. Patjetër. Është për herë Dori që është gjithkohës me ne për gjatë këtyre 3 orëve thotë në Dori s'ka ndonjë punë tjetër. Puna që bën Dori I lejon domethënë që meqense është një artist që punon me duar. E kuptoj. Unë nuk ka nevojë të na shpjegosh punën. Dori diçë Dorën që ndej. Diçë Dorën që ndej. Dori. Ka shkuar në Shkodër gruan e peshkaqenit dhe quajnë Peshkalina. Më tej na ka shkuar Nada e cila thot yje. Unë kemi hallë hantavirusit këta Peshkalina thonë. Mos është emision tjetër ky. Yje kalofshi një mbasdite të bukul. Të gjithë. Të bukul,
jam në orar pune thot, po nuk rria dot pa jo shkruar. Na ka shkruar edhe dikush tjetër që quhet Francesco dhe thot Mikesh, përshëndetje, ju përshëndes gjithëve, se po ju dëgjoj, po më kënaqni. Edhe Kelin, edhe pse mendon që jam i vetmi gabim i Fjoralpës. Është dikush në një. Sa me kode. Mos përmend emrin se reklam. Po ti put mua, I thot emrin tat ti put mua. Cili është? Mesazhi që ka kaq I koduar, sa dhe Bill Gates nuk e shkon tonë. Do ta lexojmë do. Megjithatë tani është momenti që ky program do bëhet utilitar dhe është momenti do flasim për shëndetin dhe nuk ka njerëj që nuk I intereson shëndeti I tij po dhe I komunitetit. Ata bëjnë një kështu I hyrje, sot s'pas kam qe fare me marr pjesë, dua me dëgjuar sot, dua të dëgjoj. Jam pas. E kush pyet ty? Shikoj. Pa të 300 euro që të paguaj në fund. Jo, pra. 300 ishin herës që kaloi. Do të shtojnë çmimin, inflacioni o gjerta. Megjithatë është momenti për të çelur rubrikën Turpi dhe shëndeti, turpi për atë, shëndeti për ne. Po. E bëre fakt kryer. Po. Atëherë për ta bërë akoma më tepër. Një lutem. I dashur zoti doktor. Po më thuaj. Jo, nuk më pëlqeu fillimi sepse po e tham zoti doktor do keq kuptohet. Po pra, dhe unë marr shumë personale. I dashur doktor. I dashur zoti Jo, tash do keq kuptohet. Në asnjë mënyrë. I dashur kolegu I zonjës Mereme. Pëlqega kjo. Okej. A e ke orarin e vizitave sipas pacientëve apo sipas fazës së hënës? Tashi unë nuk jam nga ata që gjykoj pyetjet, pra nuk ka pyetje idiote, po ka persona që bëjnë pyetje idiote. Fakt pyetje I ke po vet. Po, ti ke dërguar pyetje. Mos I dekonspironi. Autogoli është I pranuar në futboll, kërkoj ndjes. Ma lexo dhe përgjigjen? Okej. Kalojmë ke pyetje tjetër. Okej. Le, do pyetje nuk e do të parën. Të parën se dashkën fare, nuk e du më të parën. Do mu pra. Dia do ja them mu tash. I dashur, I nderuar mikpritës. Po. A funksionon kura? Po nuk dha përgjigje më burr. Po nuk do pra, nuk do pyetën ty, po se ka me ty personale. Ka gjë nuk e kupton katalavesi dhe katalaveni. Ka qartë. Hajde tani. A funksionon kura më mirë me ujë apo me besim të gazuar? Ja një pyetje për të qenë. Ashtu. Ja një pyetës serioz. Ja një djalë që meriton 12% skonto për çdo vizitë nga mesi e poshtë që mund të bëj. Nga mesi e poshtë. Po e vlerësoj. Po do shkoj rregullisht do shkoj. Më bëj pistil, si ai ditë më bëj. Pistil. Kështu që pistil. Atëherë, kura me ujë është kura më e vjetër që ka njohur bota. Okej. Nëse keni e njihni mitologjinë, mamaja e Akilit, e cila ishte një grua biçdredhur, por nuk është ky emision. Pra tani domethënë, Keli po prish emisionin. Ka ke fjalën për ta ruajtur Akilin nga çdo e keqe. E futi e zhyti në ujë, le të themi të bekuar ose ujë ke ujë gazuar, normal që I gazuar. Tash nga një vend do ta kapte kolega apo jo? Po. E kapi nga thembra Akilit. Nga thembra Akilit. Pra të gjitha pjesët u lagën. Ajo pjesa nuk u lag dhe mbeti të themi e prekshme. Pikërisht këtë e dinte ky Hektor Paulini dhe goditi aty. Ndërkohë këtë gjë nuk mund ta themi për Donald Trump, sepse mamaja e kapi nga veshi. Prandaj e qelluan në vesh para ndoj viti e ca. Po për shembull, si mund ta konvertojmë në shqip për shembull, që mund t'i themi njerëzve, ikre lau, vlen? Patjetër që vlen, po do lash me ujë të gazuar, sepse kur lash me ujë të pagazuar, të shpëton ndonjë gazi, gazi tepër. Doktor, thembra e Akilpanos. Serenissima. Ky është xheloz për arritjen e mia, është thjesht konkurrencë kolegësh. E kuptova. Ti, ai dhe Meremja. Ecim. Doktore, ke ndonjë buton reset për diagnozat që dalin nga bim? Po, është një buton. Nëse ke parasysh rrugën e kombinatit? Po të kthesh Majtas, është një vend që quhet Sharr. Aty është një buton, po. Dhe çdo diagnozë e gabuar e kupton, është e qartë, është e qartë. Rilindja. I dashur zoti doktor, a e ndan diagnozën sipas simptomave apo sipas shumës që më duhet të paguaj? E dyta që the, sepse betimi Hipokratit nëse ti vjen
me një të shtim të lehtë me kryen e organet gjinitale të asaj, unë nuk mund të chargjoj ty si një tumor në pjesën e poshtme të paltos. Kështu që janë dy tarifa të ndryshme. E kuptoj, qartë. Ti mund të kesh një shtatzani jashtëmitre për shembull. Ti ta mora në rastin tënd në rastin jo, sepse ti je shëndetshëm, unë e shoh në barku yt është e ke mitrën nuk ka nevojë funksionale, kështu që nuk është. Pse e ke me mua sot domethënë? Jo, domethënë është mënyrë të thëni ti, sepse ti nuk je nga ata që ngele shtatzën pa lek. Ti vetëm ti. I dashur, Senaiu nga Nderani pyet. A ka ndonjë rast kur ju keni thënë si doktor nuk e di apo kjo është kundër biznesit? Senaiu është kurioz. Senaiu, tash e para punës një herë, pse Senaiu? Senaiu nga Nderani. Edhe qyteti më duket një çik i pa dëgjuar, kështu që lutem shumë më bëre shumë kurioz. Nga Nderani është? Nderani është mbas malit Çajupit, zbret në Sopot, Zagori, Nderan. Edhe deli dhe labot të kryqit. Senaiu është Joni. Po për ne them Senaiu, Senaimër. A mendova se është halucinacion si pasojë e udhëtimit nga Xhakarta në Tiranë. E keni parasysh kur arditit i referojnë të mjekët turke të që ne i shohim rregullisht tani? Këtë rast më shkruajti mua një person. Senaiu nga Nderani. Nga Nderani. Çfarë ke ka këtu? Atëherë mjeku që thot nuk e di, nuk është mjek. Është roje. Sepse rojen e pyet ka doktori nuk e di. Mjeku roje për shembull, që thonë jam roje sot. Pikërisht, kështu që ishte shumë i saktë. Faleminderit. Juve doktor e masni suksesin me pacient të shëruar apo me klient që kthehet? Bukur. Kjo është nga pyetjet më të mira që më keni bërë sot dhe në vazhdim. Atëherë, kur klienti nuk kthehet, unë bëj merak dhe ç'a bëj dhe shikoj, kërkoj për shembull në sirtar nëse gjej termometrin dhe duhet të shkruaj recetë, them put të marr drejtë, pas kam harruar stroj lapsin në shumë i thellë. Është shumë i thellë, zbret ke komodina ka tret. Ka dhe gjë tjetër që klientët që nuk kthehen do të thonë ose kanë emigruar, ose kanë kanë ndruar doktor, ose ti aty e ke mendjen, domethënë vjen urdhë. Me që jemi te kjo pyetja, që mos ta, domethënë anashkalojmë se më pëlqen ta sqaroj mirë. Cili është ndryshimi në këtë pyetje klienti me pacientin? Kjo është një pyetje e vjetër sa mjekësia. Është lashtë. Dua të ri këtu. Atëherë, një pacient nga Gjirokastra s'mund të jetë kur klient. Okej. Fut dorën xhep. Por janë këta Shqipërisë mesme, kuptoj. Të cilët vinte doktori sikur janë dasëm. Edhe marr vesh. Jam shumë i sqaruar. Unë them merr fryma në rregull. E qartë. A ka ndonjë limit për fantazinë tuaj apo është open source? Të marrësh gjethe me llage me ngjyrë lullaqe. Do të jedhësh një kavanos bashkë me qumësht argjeshk. Do t'i përzish mirë me vaj ulliri berati. Edhe do ta pish herë të mëngjes pa 10 qend. Çishte kjo recetë kaq komplekse? Jo, ne jemi rit me këtë recetë. Shiko, ka vetëm një, domethënë mjekësia, shëndetësia moderne e një. Por ka një ndryshim si recetë. Është e updateuar, është pasit kanë 10 qend, jo përpara. Siç është, motamo merr çdo gjë që thaj, por pasi. Okej. Eci me tjetër, pra është shumë me intelegencë artificiale. Po, patjetër. Ju jepni ilaçet me recetë apo me frymëzim të momentit? Atëherë, të shkruaj një recetë. Të lutem. Jepi. Apo ishte ajo që sapo dëgjuam? Ishte ajo që sapo dëgjuam, por a ke qenë lagje? Jo, po i gjej. Ka kudo qenë. Nuk duhet t'i gjesh. Thjesht duhet shohësh kur do ulë që të. Jo, që të marrësh lagje. Ose është një pyetje tjetër. A ke qenë në lagje? Ka ra rruga? A ke qenë lagje ose jo? Shiko, një mjek nuk ka nevojë fare për protokolle. Shef klientën në sy, pacientin në sy. Dhe e kupton çfarë do ajo, domethënë. Flas në emër të një mjekut, një kolegu tim nga Korçë. E qartë. Dallohet të sytë mish dorë 7.000 euro. Doktor, a funksionon kura edhe pa ty apo duhet prezenca jote magjike? Atëherë edhe këtu ndahemi, është një kategori pacientësh të cilët nuk kanë nevojë fare të jemun aty. Po. Ja zakonisht janë burra, janë djem të vdekur. Jo, ndërkohë, qofse janë vajza,
simpatike. Po. Duhet patjetër prezenca ime. Si mos jem aty kur merr ilaç. Oj, je mirë tja. A e ke klinikën apo është escape room për të sëmurët? Oh, sa pyetje fort. Më fal, kush ja u shkruan këto pyetje? Ata që do marrin përsipër të përgjigjen. E para që the. E para që the, jo e para tash, e para që the fillim fare. Mirë se erdhën këtë emision. E para fare. Janë të kelit të prandaj. Unë jam i sqaruar për veten time. Nuk e di. Vjen më shëndetshme tani më. Mirë. Faleminderit shumë doktor. Faleminderit shumë doktor. Ne do bëjmë një pauzë metalare. Sepse pastaj do ju komunikojmë disa lajme të tjera të rreme. Këti që do të vi, do t'i japim leshtërik me gjithë fiku. Në rregull. Nuk është ide e keqe. Sistemi famkeq HARP. Nuk është i aftë të manipulojë motin në planetin Tokë. Nuk e marrim përsipër ta themi këtë për satelitin Hën apo planetin Mars. Nuk po merremi me satelitët e Albania 1, 2, po merremi me këto. U shkatruaj një. Megjithatë, si zakonisht për manipulimet e sistemit HARP nuk sillet asnjë provë, burim apo referencë për ta mbështetur këtë pretendim. Megjithse studim i pretenduar ose më saktë studimi i pretenduar do të provonte se konspiracionistët kanë patur të drejtë gjatë gjithë kohës, nuk jepet asnjë dhënë identifikuese mbi të. Lexuesi nuk di as titullin, as autorët, as emrin e universitetit brazilian ku pretendohet se shkryer studimi, dhe as emrin e revistës shkencore Ore Lulebore ku është botuar studimi. Që ka mirë atëherë, domethënë jemi i qetë. Rini të qetë o njerëz. I them dhe vetes, rini ti i qetë. Shumë janë trembur njerëz nga ky harpi. Nuk e di, domethënë. Edhe nga ky virusi gjynaf. High Frequency Active Auroral Research Program. Është një kërkim shkencor që ndodhet në Gakona, në Alaskë. Dhe është Universiteti i Alaska Fairbanks. Pse bën ata të Alaskës, koleg? Për ç'ty kom pse? Në Alaska është e mërzitshme jeta. Alaska është domethënë një vend që nuk e ndodh asgjë. Por unë propozoj që tani të japim fjalën Big Mamas. Patjetër. Una ura moro. Unë isha Big Mama. Ti je shpik se këtyre batutave, si nuk e kuptove. Te vetja jote s'të pëlqen. Hajde. Okej, unë do t'i bie pak shkurt se ka shumë ngjashmëri me atë gjën e parë që diskutuam fillim për Gjermaninë, dhe është e njëjta situatë në Suedi. Për shpjegimin e gjithë mendojnë, është një keq informim në masë se në Suedi tani qeveria po bën një kthes nga shtet social në shtet fantastiko shkencor dhe njerëzve po implantojnë mikrochipa që nëpërmjet këtyre mikrochipave do të zvendësohen kontrolli mbi kuletat, kartat e kreditit, çelsat, edhe gjëra që lidhen me përditshmërinë e tyre. Do vinte kjo kohë, do vinte. Ka kohë që ka ardhur në fakt. Nuk e bëjnë më qepalla. Po. Se ju përplasin. E bëjnë me gisht tani. Po. Të duket se këto seritë e Black Mirror nëse i ke parë. Po në fakt ka disa kohë që disa kompani në Suedi. Disa kompani në Suedi e aplikojnë këtë lloj gjëje. Pra vendoset nën lëkurën e duarve një mikrochip dhe ata mund të aksesojnë dyert, apartamentesh, por është gjithmonë në zgjedhjen e tyre. Pra është një farë marketingu me zgjedhje. Dëshiron, jo, nuk është se ka kontroll plot shteti në këtë gjë. Ti koleg do ta vije një çip shukot për qef. Ne kemi një çip në qafë Keli. Kush e para pandemisë? Unë dhe Keli po. Ju të dy e keni. Po për shembull, një mashkull ka një çip, edhe do të bëj një kontakt me çipin e një femre, ç'a ndodh? Quhet çipim. Çipim. Është interesant. Pëlqen. Hajde mikrochip vogël. Nuk duhet çipyn. Po e vazhdojmë këtë. Po, vazhdojmë. Vazhdimsi bisede. Patjetër. Janë të si shef direkt Tedi. Është gati me të vrarë me kryqëzuar me kokë poshtë. Janë të fabrikuara përmes inteligjencës artificiale dhe kanë përmbajtje të rreme videot e publikuara në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram, të cilat pretendojnë se Mërgata Dardane po mobilizohet me logo të partive politike në aeroplan apo me deklarata politike të qytetarëve, siç kanë qenë delegatët më parë, ka autobusët me postera me këto, me banera, me këto gjërash. Përmes platformave për verifikimin e përmbajtjes digjitale, si InVid dhe Hive, është vërtetuar se videot janë prodhuar me inteligjencë artificiale, AI domethën ose IA domethën. Për më tepër, postimet përmbajnë informacione të pasakta e kërkojnë ndjes lidhur me proceset politike në vend, si pretendim
rrejshëm për një vot besim ndaj qeverisë, ku në fakt vendi po shkon në zgjedhjet për shkak të dështimit të zgjedhjes së presidentit. Varet, këto ti dim pastaj. Videot janë jemi korrekt. Se kam punu këshilltarët. Ka problem, nuk I ngjet atë. Do ta lë, e lash më, për mua unë lale. Urdhro. Si jeni? Mirë si kalova, si dukesh ti? Jo, kaq kisha. Okej. Nuk kisha edhe një fjalë kisha, po më që më morën nga goja s'ka problem. Me nonë motor. Videot janë publikuar në kohën kur ushtruesja e detyrës presidenti i Kosovës Albulena Xhiu Albulena po. I ka caktuar zgjedhjet e parakohshme të mbahen në datën 07 qershor. Atë vetë kisha fajin se unë nuk doja, prandaj doja ta shmangja këtë, por tani nuk mund të rri dot pa të bërë pyetje. Albulenës, shkurt si I themi, Alba apo Lena? Alben. Okej. Alo. Përshëndetje. Po si jeni, ku jeni? Gazi okazioni. O Gazi, po ku je Gazi? Mër gaz. Po si s'bledi gjoge umë, si s'bledi gjoge. Gazi nuk kemi. Sa kemi filluar, por do kemi mundësi. Besojeni apo jo, po unë jam Gazi okazion, jam ai që ka furnizuar deputetët e guvernit me kuzhinë. Unë I blet gjitha ende kuzhinë. Deputetët nuk mos I marrin gjë këtë temë? Jo, nuk I marrin këtë temë, sepse unë jam mundir se temë. Madje unë jam shes temë dora parë, ke parasysh grupist. Edhe jo, janë ca gjona që tregtar. Po ke Gazi okazion të gjeni në kuzhinë. Jo, unë jam shumë interesuar se unë blej në kuzhinë, blej Gazi, edhe unë blej. Më vjen I di Gaz bardhi. Edhe thotë, "O, Adasho, çka ke sjellë na gjë të bukur?" Ishte kështu me syze me xhaketë serioz, shumë ato dhomë, si ka ndeza për dahonit. Si gjithmonë. I thash, "Lëna më gazë dahonin. Lëna më të dezësh para doktorit, s'ma pëlqeu fare kështu si shaka." Jo. Edhe mori seti noksit plot, kështu 6 copë me ka pak qelçi, po kujdes. Se ke Gazi okazion ti beten nxjerrën, po ka pagur është falas. Super produksion. Po besoj kemi cilësi të mirë. Cilësia është yll fare dhe kur I thash pastaj që po more të nxjerrët ka pak ke falas, di çam tha Gaz bardhi më. Ç'a tha? Se janë çikoll tha, më vetëm ka pakët. Wow. Bada shefi fillova me qyll me lale qyll villim fare, po ç'a bëhet shumë. Megjithatë merri Zeqinea. Merri deputetja Zeqinea edhe nuk pak çerdi vetë njonin, ishte çuniri me letër. Edhe kishte shkruar letër. O Gazo! Gaz. O Gazo! Me ty e pas ka pas ajo. Do të gigant mirë, do jo shumë modë, jo shumë vogël, mesatar si çan gjona tjetër, domethënë. Ka sens humori kjo, Zeqinea. Po, e kemi parë. I çova tiganin më të mirë që kisha 28 cm, fund granit, I rond, profesional. Diametri, po. Çam shkruajti më? Ç'a shkruajti? O Gazo, ky tigan gatu vet ky, po jo mizo, jo. Gatu ka vet vajza. Gatu vet, o ti. Ka faj. Është zon më. Në boni edhe tha do më japësh te 2 tigan tjerë tha për gocat. Tash kushan gocat, tha do rish mirë Gazo. Gazo. Si nda tigani nga Gazi asaj. Po megjithatë kush ishin gocat? Merri Albana Vokshi tha ishte shumë energjik, kështu direkt kështu pa dukte. Mori 13 produkte për 8 sekonda. Vash mizoj ta se më thave. Po nga këtu. Tha një sit profesionale dhe I gratar me 5 faqe, gratare. Ke parasysh? Ç'është gratar? Ato që grin. Tash 4 faqe ka motra, e du me 5 se du me gri dhe Edi Ramën. Shiko, po një nga këto bukuroshet e showbizit ka ardhur njëri? Ja, do t'i them unë se cila ka ardhur me radhë, nëse ke një tim ta them, po. Jo, nga që ishin 5 deputet, thash ta thyshe çik me një nga këto gosi. Jo, se thash kam shit ke kuvendi, ke parlamenti. Nëse. Edhe themi, ja bëj Albanës gjitha, I bëj çmim shupiri, bëj 50% skonto, jo kilometri fundit, jo anë foknej, tha lek skam, tha kur çlirohet Shqipëria. Ma e pushtetin. Po, këto opozitës pas kanë lek fare. Pas ke hyrë mrena domos. Një Gjoni Gazi okazion ka ardhur Eliza Spiropani me la. Ç'a thua? Po, erdi I dite, tha tu një komplet çaj, tha I brik bagri, 6 filxhan tepsi të vogël. Po ç'i dotëm? Po tha jam për mysafir të veçantë, se kam sa mysafir të veçantë, ja paketova me letër të kuqe plako, se e ke parasysh. Kam. I raj shishe vogël në tokë asaj. Lexote mle. E ktheva pash Helm. Jo. Thash prandaj do kompletin e çajit mi motor, se nuk e ke parasysh. Ja dashi brikun, por ka pagun
Falas, sepse ke gazë okazion, ju bleni enën ka pagu, falas, çakra. Erdhi plamu noga I ditën. Çfarë kërkoj? Jam shumë kurioze. Çao, shigjoj fort që ketha. Tashën le tash e burr se vjezor. Jo, por ente kuçi. I tregova ta zjarrit që ligi trash 5 kg, është vetëm mena 5 kg. Mboj 2 copë tha se që ka për zjarr drune, du një për këtu pallata, një du për atë kasollën që kom mal. Jo, sa mirë. Shiko. Po. Që ka rezistente ata, ma jep një të madhe, I dhash një të madhe. Po për këtë për çaj do. Ma e duna për policat e kilometrit të fundit. Policat e kilometrit. Çao kjo, ma shpjegoni si për çaj këto Është mos u merr me detaje. Ta ulan valla merr dhe ditën ish. Po. Besoj I kollaris si gjithmonë. Erdhi kështu më serioz fare, domethënë ja hapi makinën një servil, ke parasysh? A më le tani servil? Mos ka emrin servil. Jo, servis. Mori tenxhere, tigan, kazan, kështu me stema argjendi anashme, la kemi një pyetje qeveritare, tha se do futemi në Europë, kanë ardhur të Europës, tha dhe ka thonë shefi duhen herë të mira. Merri plagu I tha se si këto nuk ke. Vetëm kam I kërkesa, këto enë tha duhet që të thyen lehtë. Si biskota. Edhe të mira. Sa shumë edhe të forta dhe të thyen lehtë si biskota, po homo vlla, si është puna. E di pse tha. Sa I madh I fut darkë sa ka I zakon. Provo sa të forta kemi kokat. E ke parasysh po. Pëlqeu reagimi kështu. Sali Berisha lalem. Sali Berisha. Erdhi zemra ime. Erdhi me palto, megjithëse ishte vap. Besoj për një gjë minimaliste. Aty te stenda I pat gjitha ato, I pat gjitha me sy. Pyetja si nga shtëpia e gazo, mifte me emër më pas. Po. Ma men. A ke tenxhet madhe tha, sa të madhe I thash unë, tha ja një. Çfarë? Sa I pra që duhet zgjen tenxhere. Sa I thash ja një tha. Liani, mos e kam nesë. Qa, ma shpjegoni që se marrë, se unë I thash, sa a I tha Liani, tha se du me zin të nxerë. Janë kolegë të kelit. Okej, nuk E dia, ja lash falas doktorit, se tash doktorë thash po, legët t'jep Albana, tha. Po mirë, shumë mirë. Gazi okazion, lale. Gazi okazion. I ka thënë të gjitha. Ka ardhë vete Dirama, më. Erdi Dirama. Ke unë ka blenë kuzhinë e Dirama. Mos më thuaj që I donte një tenxhere mediatike. Me këto po flas. Me Gertën. Jo, po. Gerta ç'a bëhet? Hajde me komplet se kam një komplet kështu me. Unë dua dhe tenxhere falas. Do falas. Do tenxhere me presion, po që të jetë ai syu, që të plas presionin. Ideja është kjo. Kazan për kryeministrin ke. Erdhi kërkoi kazan të madh, po e donte kështu vok. Nga këto që zinë, ato. Nuk e di, Eglantini ka qenë atje më duket në Bali, po një gjell ato që s'maro kur. Me ujë të pisët. Po. I thash o kryeministri, I thash kjo është vogu, thash është për kështu, thash për aziatike. Duhet për tjetër gjothët. Edhe e mori aty dhe sy tim aty, erdhën dy njerëz me dy arka dhe e mbushi me mikrofona radios televizionesh lale. Shiko, I ziu. E mbushi plot me mikrofona me logo më lale. Bravo. Çao kjo më zoti kryeministri, falte se po të pyesë më I modhi në vend. Tha, kjo është Kazani mediatik. E pra, tamam. Faktikisht është I parashikueshëm, Do ta çoj ke Bienala e Venecias. Po ka qenë aty përpara një jave, ka qenë edhe zoti Gonxhe, kështu që 52.000 euro duhet të ketë. E di mirë kët. Llafi mbrëmshëm. Instalacion artistik. Po mund me siguri. Tash ka pagun e do, e du tha, po nuk e du fale se du ta blej me lek. E ble me taksat e tua edhe të mia. Domethënë bleu vetëm kapagun. Bleu vetëm kapagun dhe besojeni apo jo, po gjeti tenxhere kapagun se jemi ne. Po mi pas ke punu goxha. Po jam munu se kjo punë po na ma kështu, e ke parasysh. Jo, po duket me këtë pruri që pas këtë javë. Pastaj goxha mirë. Atë bëj gazi ofertë. Sa veta jeni aty në studio? Ne jemi 5-6. Po. 5-6 veta. Atëre 5 sete tenxhere inoxi ishte 1/10. Janë treja fare. Po. Nuk njit veza fare. Keni 2 tenxhere të mëdha, 2 të vogla, 2 të mesme. 2 tigan. Keni një nga ato që është për ashtu. Është për ashtu. Po, është për ashtu. Shiko, ai që ka ble di që ato që janë për ashtu janë për atë punë, nuk është se janë për ndaj punë tjetër. E marr vesh. Dhe e funit që desha me ju thonë. E funit, në qoftë se merrni tenxheret me lek, keni kapakun? Pjata dhe ngrota falas. Kapaku është
Falas. Jo, ju kërcet kokës. Po pse kështu do ta komi në ditë tjetër sepse kam futi gjoj papame. Kam fut futrat, këto të veçlit, këto monopatina. Po të na thush javës tjetër për këtë. Javës tjetër Lali, javës tjetër. Po to lejon se shkemi më mërbur. Po çkesa deri javës tjetër hapen prap çkeni vëlla. Se s'mund ta majm djalin më shumë. Kam fol me njonin. Gjithë mirat ju uroj. Faleminderit. Suksese kombëtare Shqipërisë. Po, faleminderit. Kape Renon është një prodhim i Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.